Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Shkodrës nuk kanë munguar debatet rreth disa projekteve të shpallura dhe të miratuara në parim, si dhe atyre që janë në vijim të zbatimit në përgjigje të shqetësimeve të ngritura nga këshilltarët e opozitës, drejtuesit të bashkisë dhe drejtorisë përkatëse dhe sqarimet dhe komentet e tyre. Diskutimet nisen me projektin e Portit së Alpeve për të vijuar me të tjera. Keni një fajl që keni tek Parlamenti Shqiptar, që është fajli i buxhetit qendror. Për sa i përket kësaj kredie e ketë shkruar tekstualisht në buxhetin qendror që Porta e Alpeve kredi nga Banka Evropiane e Investimeve për vitin 2026 janë 500.000 lek të reja. 500.000 lek të reja. Pra investim tek buxheti e ke 5 milion lek vjetra. E ke shkruar Banka Evropiane? Po, në buxhetin e shtetit e ke këtë dhe marrja e fondit total shkon për te vitit 2028. Vitin 2028 në fund. Ceremonia e marrëveshjes së nënshkruar është në mesin e janarit dhe nuk është fare vërtet që është bllokuar, është vonuar, përkundra që është një nga projektet më të bukura, më të mira, më të mirë pritura dhe është lajm i gëzuar që ne kemi këtë. Dhe nuk mund të themi në asnjë mënyrë që projekti Porta Alpeve, i cili është 50 milion euro, në pranver është KFV-ja me 50 milion euro dhe në janar, në mes të janarit, bëhet tash kur thënë ceremonia do thotë gjithë pjesa tjetër e procedurës ka përfunduar. Ne shohim që projektet nuk janë shumë mirë të realizuar. Prej 198 projekte në strategjinë territoriale, vetëm 18 ose 20 projekte kanë deri 20 projekte e curit mirë. 90 projekte për 190 është me curi të ullët. 198 projekte janë projektet e matricës së strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër, i cila ka një afat 2015-2030. Dhe në fakt nuk janë 18 realizimit, por janë 67. Nuk e di që ka ndodhur, mund ta verifikojmë, sepse janë në qoftë se është e tillë ose referoni një dokumenti draft, por janë 67 projekte me nivel të ullët zbatimi që do thotë niveli i ullës zbatimit do thotë që kanë filluar, por janë deri në 10% realizimit. Pra janë projekte të cilat mund ta kenë kaluar edhe fazën e prokurimeve publike, edhe fazën e projekteve të projektimit, por kanë mbetë aty dhe nuk janë pasqyruar në aspektin e zhvillimit të tyre. Pra nuk e ka filluar zbatimi i projekteve. Kjo nuk do të thotë se janë me një nivel të ulët realizimit. Për sa i përket realizimit të objektivave mbi bazën e të cilave mbështeten 198 projekte, sikurse është ja tabel me të dhënat e identifikuara, është edhe pema e shpërndarjes së këtyre prioriteteve dhe shifre shumë qartë që ka një mbulesë pothuajse 100% të gjitha objektivave. Ka marrë në vete disa foto që të regojnë se sa e pastër është Shkodra jo. Kja është Shkodra, korridor. Në kjo se nuk e ki pa, të ftoj me ba një lëvizje edhe me ecë. Kja është Shkodra. Kja është Shkodra, korridor. Kja është Shkodra, korridor. Shkodra e vizionit. Nga thejtë. Në atë foto që ju e keni sjellë sot, keni harxhu lek me lo, më nga pak minuta situata ka ndryshu si dita me natën, edhe pse ishte një ambient privat. Ty më mund që ai plehi nuk i takon Shkodrës, u pastruan sekonda. As janë telat, as janë plehnat. Edhe për këtë, atyre që janë rrugën e faqen sekonda ati vend, duhet mi thonë faleminderit. Edhe ati që e deklaroj, edhe pse nuk ka gjetë metodën e duhur me shpall Shkodrën ashtu, kishte mujt shumë mirë, ka shumë telefona me qenë bashki, me thonë shitje filan vëm, siç e bëjnë dashamirësit e Shkodrës. Rruga Don Bosco është projektuar, është ndërtu, po zhvillohet në zhvillim e sipër, po implementohet dhe nuk ka rampa sot. Pra janë mbyll pjesët e trotuarëve dhe nuk ka rampa. Aq më tepër performanca për ndërtimin e kësaj rrugë është shumë e ulët, është fillu me 6 qershor dhe akoma sot nuk ka marrur për 350 metër linear rrugë. Rruga Don Bosco është e vërtet që ka zgjat pak në kohë, është bën me ta punëtorët normales, është kry me investim me bazë materiale me mirëmbajtje, nuk është bën me tenderim. Ka vënu sepse këto punëtorë kanë pas edhe disa pika keni pa vetë sepse kanë qenë shumë ndërhyrje të tjera që kanë qenë raste emergjente dhe na do është më shkput në herë. Gjithashtu është bën një ndrim i gjithë tubave, bashkëpunim edhe me ndërmarrjen e ujësjellësit, janë rrugë gjitha linjat nëntoksore, si të ujësjellësit, si të ujnave të bardha, janë bërë gjitha lidhet e reja për çdo biznes, familje ose çdo gjë që është aty, ashtu u kry, është drejt përfundimit
mendoj që brenda pak diç mbyllet. Pjesë e kësaj tematike ishte dhe turizmi, ku drejtuesit e bashkisë raportuan se gjatë vitit 2025 janë regjistruar mbi 548.000 net fjetje në njësitë turistike që ndodhen në territorin e kësaj bashkie.